Po, keni fjalën për procedurë. Faleminderit shumë. Nuk e kuptoj pse do të jetë kaq e vështirë për të zbatuar rregulloren e kuvendit. E drejta për të kërkuar fjalën për procedurë jepet menjëherë, thot rregulloria. Duke qenë se rastisë të jeni ju në drejtimin e seancës, do të kishit bërë mirë të ndërprisnit fjalën Ministrit Financës, ku ju drejtua me një gjuhë jo parlamentare koleges Tabaku, e cila nuk tha asgjë më shumë se sa që tha ministri, po ndryshe nga ministri tha të vërtetën ministri Gënjeu. Me qenë si kujtove koleges ligjin, thua juristëve të Ministrisë së Financave të lexojnë nene 25 të ligjit për procedurat tatimore, i cili thot shprehjimisht nga e drejta e ruajtjes së dhënave personale që mbeten konfidenciale, përfitojnë vetëm tatim paguesit e rregullt. Për ata që ka filluar ekzekutimi i detyrimit me forcë, për ato që nuk i kanë paguar detyrimet, nuk përfitojnë dot nga e drejta për mbrojtjen e të dhënave dhe nga konfidencialiteti. Ke detyrimin ti bësh publike për qytetarët shqiptarë, se kush janë kompanitë që nuk kanë paguar detyrimet ndaj shtetit. Kush janë kompanitë që ti me projektligji, ju me projektligji që keni sjellë në kuvend, i falni këto detyrime, se do duhet ta di biznesi ndershëm që përfiton nga e drejta për ruajtje e dhënave, edhe sepse i paguan detyrimet shtetit. Ata që nuk i paguajnë detyrimet shtetit, nuk mund pretendojnë të drejta nga shteti. Është detyrimi juaj, sparit i ktheni përgjigje deputetëve, kush janë kompanitë që përfitojnë, sa janë shumat që përfiton se cila prej tyre, dhe s'dyti t'i bësh të qartë qytetarëve që po këta janë tatim paguesit e këqinj, me cilën ne kemi filluar ekzekutimin e detyrimit me forcë, nuk kemi arritur do ta ekzekutojmë dhe kemi marrë një vendim për ta falur. Këtë thot ligji, nuk e them unë. Neni 25 dhe ke detyrim për të informuar deputetët e kuvendit të Shqipërisë. Dhe e fundit, zonja kryetare, ju lutem ndiqni të njëjtin standard. Kur zotria thot gënjen, ndërpritni fjalën siç ja ndërpret kolegesh. Tu nuk ka dy standarde. Tu ka një standard që është standardi i kësaj rregulloreje. Nëse për ju rregulloreja është ndryshe për ata anë kuvendit, e ndryshe për deputetët e opozitës, po ju sjell në vëmendje që atje para jush, zonja Spahiu, ka qenë një tjetër zonjë që bënte një lloj si ju në raport me opozitën, fatin e saj e di se si përfundoi. Në fakt, zoti Bardhi, me qenë se ju jeni njohës shumë i mirë i përku, ja dash për procedurë, dhe ajo çfarë tha nuk kishte asnjë lidhje me procedurën. Ashtu si që ju jeni njohës shumë i mirë i rregullorës, padyshim që edhe ne tjerët dim të lexojmë, dhe po ju them që zonja Tabaku nuk e kishte fare fjalën për procedurë dhe ne jemi jashtë rendit të ditës me ato çfarë tha zonja Tabaku. Megjithatë, në respekt ndaj zonjës, unë ja dash fjalën dhe vazhdoj fjalën, por ajo që unë ju kërkoj ju të gjithëve si deputet, majtas dhe djathtas, po ju them dhe një herë, që ne jemi në pikën e 2 të rendit të ditës, dhe me mirë kuptim po ju them se këtu janë të shkruar shumë deputet që kanë kërkuar fjalën për procedurë, majtas dhe djathtas. Unë po pranoj dhe ofeza nga kolegët tuaj, zoti Bardhi, dhe po pranoj ofezën ndaj meje, se duhet ta kisha nxjerr për jashtë kolegun që ta marri vesh shumë mirë që budallajn mos e kanë vend tjetër, jo këtu. Megjithatë, unë do të kaloj gjithçka më takon mua personalisht për një arsye të vetme, sepse nuk dua që seanca të prishet. Dhe ajo që dua unë është që seancën ta zhvillojmë ashtu siç duhet, në bazë të rregullores. Prandaj po ju them edhe një herë, unë do vazhdoj me listën e diskutantëve dhe këtu fjala për procedurë asnjëri nuk i përmbahet procedurës sipas rregullores. Ndaj zoti Bardhi, meqense jeni kryetari i grupit parlamentar të PD-s, po ju them edhe një herë, meqense mbani përgjegjësi edhe për deputetët e tjerë që keni në grup. Unë dua zbatoj vetëm rregulloren dhe do jem korrekte me rregulloren deri në fund dhe që t'jeni i sigurt ju. Unë jam Klodiana Spahiu dhe nuk kam për detyrë të imitoj as kërkënd. Do zbatoj vetëm rregulloren, ndaj do t'ju lutesha shumë
që të fillojmë me folësit dhe t'ja jap fjalën zotit Oerd Bylykbashi. Faleminderit.